Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të Drejt për Drejt. Si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, live dhe Drejt për Drejt, në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24. Njëkohësisht do të jemi live për gjithë udhëtarët dhe teleshikuesit e rregullt të emisionit, por dhe të televizionit News 24, edhe në radio News 24. Ditën e sotme do të flasim për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur me 19 maj të vitit të kaluar, rreth orës 5:30 minuta të mëngjesit, në një provincë të Ligurias, në Albenga, ka ndodhur një ngjarje e rëndë. Një 24 vjeçar shqiptar është rrahur nga 5 persona, midis tyre kanë qenë shtetas maroken dhe brazilian. 5 muaj në koma ka mbetur 24 vjeçari shqiptar. Ne do lidhemi drejt për së drejti me nënën, por edhe me nusën e Dajës. Kjo e fundit ka bërë edhe denoncimin pra redaksisë emisionit Me Zemër të Hapur, për të folur jo vetëm për ngjarjen, por edhe për një ndihmë të drejt për drejt që nëna e 24 vjeçarit kërkon në Shqipëri për sa i përket mbështetjes së autoriteteve shqiptare dhe jo vetëm. Për gjitha këto do të flasim vetëm pas pak. Kush është historia e 24 vjeçarit me baba italian dhe me nën shqiptare, çfarë kanë dashur personat për ta grabitur dhe më pas i kanë shkaktuar një raje shumë të rëndë që ka qëndruar 5 muaj në koma, pas daljes nga koma si është gjendja e 24 vjeçarit shqiptar. Të gjitha këto me njëherë pas materialit të prezantuar nga kryeredaktoria e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Akmataj. Rikthehemi me një lidhje të drejtë për drejtë me Italinë, por edhe me një lidhje të drejtë për drejtë nga Belgjika, ndërkohë që në studio kam edhe dy zonja të nderuara, avokaten edhe psikologen e emisionit, të cilët do t'ja u njoh vetëm pas pak. Ndiqni materialin. Historia që do të trajtohet ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur ka të bëjë me një 24 vjeçar, i cili për afër një vit ndodhet në gjendje të rëndë në Itali, pasi gjatë natës në kthimin nga puna për në shtëpi, ai sulmohet nga një grup të rinj maroken, të cilët e dhunuan brutalisht, duke i vjedhur portofolin. Familja tregon se 24 vjeçari Paolo ka në jetë vetëm nënën pasi babai ka humbur jetën. Ndërkohë prej kaq kohësh, Paolo dërgjet në spital dhe ka humbur çdo aftësi fizike. Nëna e ndodhur e vetme në një situatë të tillë ka kërkuar të bëj publik rastin nëpërmjet emisionit Me Zemër të Hapur për të kërkuar ndihmë, pasi kërkon që nëpërmjet instancave të qëndrojë afër djalit. Ndiqni rrëfimin e saj. Rikthehemi në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, por para se të përshëndesim dy zonjat e nderuara, me mua në studio është avokatja zonja Eralda Ndoi. Përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje Vis, mirë si u gjeta. Faleminderit që në studion e emisionit tonë do të flasim për një ngjarje në fakt që ka ndodhur në Itali. Është një ngjarje që mediat italiane e kanë përfolur shumë, por edhe mediat në Shqipëri. Gjithsesi ne do fokusohemi tek ngjarja se pas daljes nga koma e 24 vjeçarit është nëna që flet për herë të parë dhe ekskluzivisht në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Në krahun tënd është Eksena Qirici, psikologja jonë klinike. Përshëndetje dashur, mirë se erdha. Përshëndetje Vis. Ne do lidhemi fillimisht me ambientet e spitalit në La Spezia të Italisë me zonjën Miranda. Zonja Miranda, të përshëndes. Përshëndetje. Ndërkohë që lidhem me Belgjikën, aty ku ndodhet kunata juaj, zonja Klaudia, përshëndetje dashur, mirë se erdha. Përshëndetje dhe juve gjithëve. Atëherë fillimisht me zonjën Miranda. Zonja Miranda, bëhet fjalë pikërisht për një ngjarje që ka ndodhur me 19 maj të vitit të kaluar, ku djali i yt Paolo ka qëndruar 5 muaj në koma. Unë do të ndalem pak tek momentet e orës 05:30 minuta të mëngjesit në Centro Storico të Albengës, një provincë e Ligurias, një zonë shumë e sigurt për sa i përket këtyre ngjarjeve, por gjithsesi, çfarë ka ndodhur me Paolon, me djalin tuaj, me 19 maj? Doli që këto 5 çuna e kanë kapë, deshin për t'ja vjedhë unë monopatino. Monopatino, po? Po. Ja kanë fut një grup mrapa kokës. E quni jem ka rafër toke, aty erdhi ambulanca, policia e ka ikur në spital. Më kanë marrë mu në telefon nga ora 7 mjesit. Paolo e kanë batëri me tillë.
Perché c'è per vecchie, kanë net 10 orë në sala operatoria, mas 10 orësh doli nga sala operatoria, kanë thënë medici që nuk kishte mundësi me ardhe dita që Paolo do të viste. Kështu mas 2 orësh e ban aperim prap, ka ngecë edhe në 7 orë, 8 orë halan në aperim. U doli nga aperimi, ka hinë kome, ka ngecë në komë pina 4 muaj. Nuk kuptojshin medici që do të bëhet. Nuk kuptojshin në gjatë tjetër për të bërë për Paulin. Zonja Miranda, ne në fakt do donim të ndalonim pak edhe të disa momente të rrajes barbare për t'i vjedh monopatin, në thoni ju, por ndërkohë është vjedhur edhe portofoli. Çfarë bënte rreth orës 5:30 të mëngjesit një 24 vjeçar në Centro Storico, sapo kishte mbaruar orarin e tij sepse punonte kamarier në një restorant, apo jo, po në Centro Storico, thoni ju, në qendrën e qytetit, për gjithë ata që po na ndjekin drejt për së drejti në gjuhën shqip, siç është Pazari i Ri në zonën e Tiranës. Pra, ai punonte kamarier, ka mbaruar turnin e tij dhe Albenga mbahet për një qytet turistik në 12 muajt e vitit, apo jo? Po. Është një qytet bregdetar, ka shumë turist dhe sidomos në muajin maj dhe data 19. Mbaroi turnin dhe po vinte në shtëpi. Ju jetoni në një periferi të Albengës, apo jo? Po, ka Pukeza. Po, është periferi e Albengës. Tani, pse ka ndaluar djalin ndaj këtyre 5 personave? Ato kanë qenë të gjithë shtetas maroken, apo ka pasur edhe shtetas të tjerë? Se më duket ka pasur dhe brazilian. 2 marokini, 2 tunezini, un italiane e un albanese. Ka qenë edhe një shqiptar i përfshirë? Po. A njihej djali juaj me këta 5 persona? Jo. Absolutisht, çfarë moshe janë këta 5 persona? Kanë më i madhi është 19 vjeç, më i vogli është 16 vjeç. 19 dhe 16 vjeç, fare të rinj. Shtetasi shqiptar, çfarë moshe ka? Shtetasi shqiptar, çfarë moshe ka, të lutem? 16 a 17. Diku 16 apo 17 vjeç. Po mirë, ata besoj se nuk punonin. Dhe çfarë bënin rrugëve në orën 5 të mëngjesit? Këto çunat nuk kanë qenë te Albenga, kanë qenë nga Torino. Kanë ardhur nga Torino për pasare ferie ad Albenga. Pra, kishin ardhur nga Torino, se duhet ta theksojmë edhe për publikun. Albenga është një qytet bregdetar, një provincë e vogël e Ligurias dhe frekuentohet kryesisht nga torinezë dhe nga milanezë, apo jo? Po. Dhe këta 5 persona ishin nga Torino dhe kishin ardhur të kalonin disa pushime. Po. Dhe aty kanë dalë djalit tënd përpara. Ne nuk e dim në qoftë se djali jot i ka njohur, mund të kishin shkuar si klient në lokalin, në restorante ku shërbente djali juaj? Jo. Çuni jem ka qenë të u kthy në shtëpi me shokun e vet. Po shoku i vet çfarë deklaron? Çfarë deklaron shoku i tij? 22. Jo, çfarë deklaron? Çfarë thot në lidhje me ngjarjen? Më duhet të di ngjarjen, zonja Miranda. Nuk ka mujt me ba si gja për palin tim, përke e kanë bloku edhe ke qunin e nuk ka pas mundësi me ba si gja për palin tim. Pra, qëllimi tyre ka qenë drejt për së drejti me Paulon, me djalin tuaj. Shokun e ti e kanë qelluar, e kanë rrahur, si ka shpëtuar ai? Jo. Nuk e di edhe unë, nuk e di. Shoku i djalit tuaj, i Paulos, ka qenë shqiptar apo ka qenë italian? Jo. Italian. Italianin e kanë bërthyer për të mos reaguar dhe kanë rrahur në mënyrë barbare djalin tënd, apo jo? Po. I kanë vjedhur vetëm monopatin apo edhe diçka tjetër? No, li hanno preso solo monopatin, asnjë gjë tjetër. Vetëm monopatin, për një monopat është katandisur në atë gjendje që ka shfaqur regjia në këto momente. Po. A ishin përdorues të lëndëve narkotike këto 5 shtetas? Çfarë ka deklaruar policia në momentin e ngjarjes?
Asgjë, kanë shiku mrapa mas sa ditësh, kanë shiku telekamera. Une ku ngeci puna qunit që u ba për me gjunë, unë nuk ishta mund me fol, për 3 muaj nuk ka mund me fol me gojë, si jam të fol tash me ju. E kuptoj. Unë ato 3-4 muaj nuk kam kuptu asgjë që më ka bo. Pra 3-4 muajt e parë që nga maj deri në shtator ti nuk e kuptuar asgjë se çfarë ka ndodhur me djalin tënd. Gjërat janë sqaruar më mbrapa. Këta 5 persona janë ndaluar dhe arrestuar nga policia? Janë arrestuar nga policia, vetëm një në burgë, e tjerët janë jashtë. Po pse? Si ka mundësi që të tjerët janë jashtë? Perché, sai, domiciliare. Zënja Vismont. Po. Klaudia, ma sqaro pak se e tha një term në italisht. Po. Me të drejtën, ato janë të gjithë jashtë, janë arrest shtëpijet, ky si ka vu dorë në Paulon, ai është me sahat elektronik në kam, dhe për këtë dënana që të paktën të ketë drejtësi djali t'i dali dishka. Pse ai është në spital të 9 muaj sa javë, e ato janë të lirë. Klaudia, personi që ka dhunuar nipin e bashortit tuaj, Paulon, është shtetas? Maroken, shqiptar? Jo, nuk është shqiptar, është një huj algjerian duket. Algjerian, është algjerian. A ka pasur diçka konkrete me Paulon, apo thjesht një monopat? Jo. A kanë qenë përdorues të alkoolit, kanë qenë përdorues të lëndëve narkotike, se si mund të dhunohet një 24 vjeçar për një monopat në ato kushte? Me gjitha ky Paulo ka qenë një fëmijë shumë i edukum. Kur nuk ka ban për 24 vjet i ka ban koma. Kur për 23 vjet ai nuk ka ban një problem në jetën e vet. Kur. Ka qenë fëmijë vujton. Klaudia, shiko, ne jemi pothuajse 10 muaj, 11 muaj pas ngjarjes, po vjen viti dhe sapo ka dal nga koma dhe ndërkohë ai nuk komunikon asgjë. Madje në këto momente që nëna e tij është me ne, ai është në palestër duke bërë fizioterapi dhe nuk mund as të komunikoj dot, flasi, të artikuloj. Thjesht shikon me sy, durt kanë marrë deformim, kamp kanë marrë deformim, me fjalë është një nuk e di si ta artikuloj. Pra, është një moment shumë i vështirë. E kuptoj. Çfarë thonë mjekët në lidhje me gjendjen e Paulos? Ato thojnë është në përmirësim, po përmirësim ka të mbi 2 muaj se na nuk shohim përmirësim të ai fëmijë. Shiko, spitali është në La Spezia, 2 orë gjysmë larg Albengës. Dhe nënën si duhet, do me thënë, o të udhtoj çdo ditë. Po, të marri një shtëpi. Pa, është e detyruar se i kanë thënë psikologët e gjithë, i kanë thënë duhet t'jesh afër, si t'i japish kuraje, se ajo kupton se nëna vetë është afër, për i hanë manurish kur ka nënën afër, mundohet me, po za nuk ka, fjalë nuk ka, çfarë të them. Shiko, përveç mos artikulimit dhe deformimit që ai ka në gjithë pjesët e trupit, se sapo ka dal nga 5 muaj nga koma, ndërkohë ai edhe gëlltitjen, ushqimet, duhet i ha, do me thënë, në mënyrë të reduktuar. Të blume. Të bluara. Komplet, po, shumë. Të blume shumë, si bebat. Mirë, zonja Klaudia, unë e di që Miranda e ka shumë të vështirë dhe ne pam që është në ambientet e spitalit, po shkon edhe pranë palestrës për të parë edhe ne ndonjë moment edhe të Paulos, se çfarë po bën ai në palestër dhe gjendjen aktualisht, përpara se të flasim tek problemet shëndetësore, unë dua të kaloj fillimisht tek problemet ligjore, tek ajo çfarë ka ndodhur me Paulon. Paulo nuk është në gjendje të flasi. Të gjitha të reja që ju mund të keni në lidhje me këtë ngjarje shumë të shumtuar, të 19 maj të vitit të kaluar në Albenga, ja u ka treguar shoku i tij. Çfarë ju ka thënë konkretisht, Klaudia? Me të drejtën ai ka thënë s'ka thënë gjë. Se ka thënë kanë bloku, s'ka mujt me lëviz, po na shikojmë se kamerat që kanë arrit me kap kamerat, me fjalë, ai ka dalë se djali s'ka reagu. Djali vetëm ka tërhek tretonetin, monopatin, edhe ka ra.
Dhe fatale ka qenë pikërisht rënja me kokë. Mas koket. Mbas koke. Ndërkohë ata e kanë dhunuar Paulon? E di se po. Po. Edhe pse ka kanë rat, kanë sjell, por janë zhduk. Mas i mujt janë kap, po. E i kanë liru të gjithë. Po si ka mundësi? Ka mundësi. Kjo është. E qartë. Ato kanë thënë se ato shihet, se për shkakun me kanë puna sa është të fol për i person si hec, fol, han, punon, kjo është që me 19 maj djali është. Dhe avash po bëhet viti. Avash po bëhet viti. Shumë e vështirë në fakt edhe për Mirandën, i duhet të marrë një shtimi. Janë vështirësi shumë të mëdhaja, si ekonomike, si psikologjike, si gjitha. Duket në fakt zonja Miranda dhe në mënyrën e artikulimit të fjalëve për treguar në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Klaudia, çfarë mund të më tregosh diçka për kunatën tënde, për jetën e saj të vështirë, sepse Paolo ka një baba italian, apo jo, shtetas italian, i cili nuk është kujdesur për gjatë këtij viti për Paulon. Më flit pak. Jo, vetëm i ka dhënë dhunë të dyve. Çfarë i ka dhënë? Dhunë. Dhunë të dyve. Shtetas italian që ka rrahur edhe kunatën tënde, por edhe djalin e ti. Miranda sot ka me fjalë komplet përgjegjësinë vetë. Jati nuk ka përgjegjësi për djalin. Sa kohë kanë që janë ndarë? Ka vite. Kanë vite. Është lajmëruar baba i Paulos për gjendjen në të cilën ndodhet i biri? Nuk e keni lajmëruar? Lajmëru është i lajmërum, po s'ka lëviz. Pra, a i e di ngjarjen, por nuk ka lëvizur për të birin. Ka krijuar një tjetër jetë ky zotëri italian? Nuk kena të interesu. Jo, dua të di, a ka familje tjetër, a ka fëmijë të tjerë, a ka grua tjetër? Ka një vajzë, se ka pas para Paulos. Po? Me gru tjetër. Po? Po, nuk e di. Nuk e di. Nuk kena interesu, desa i nuk ashtë interesu për fëmijën e vetë. Pra Miranda po kalon e vetë me gjithë këtë situatë. Për i sa kohë shpunonte... Bashkjeton Miranda. Bashkjeton me dikë. Miranda bashkjeton me dikë, po. Ai ja ka vun shpatullën, e ka një mu, si të arrisë këtë fëmijë, e ka një mu për gjithë shka, si nga ana psikologjike, si nga ana emotive, gjitha. Shtetas italiane dhe bashkëtuesi, shtetas italian, më bëhet qefi. Atër, doja të dija pak më shumë për Paulon. Paulo ka mbaruar shkollën? Ka mbaruar shkollën të 10 vjeçare. Po? Po? Ka bërë 2 vjetë e brigjerë, për e ndjeqë për frikjen time, që babi vetë më bante për me mbane i gjamu e lej shkollë. E qartë, ju kërkoj ndjes të dyjave, sepse dua t'i jap më shumë përparësi jetës së Klaudios, i cili ka bërë vetëm shkollën 8 vjeçare, për shkak se babai italian i dhunonte nënën, i duhet të dilte në mbrojtje të nënës. Dua të flas pak më shumë për Paulon, por më njofton në regjia që duhet dalë në hapësirën e parë publicitare dhe rikthehemi më njëherë në studio. Okej. Mbas hapësirës së parë publicitare jemi drejt për së drejti duke folur për një ngjarje të rëndë të një 24 vjeçar me në shtetësi shqiptare, me nënën shqiptare, por me një baba italian rreth orës 5:30 të mëngjesit në Centro Storico, në qendrën e qytetit të Albengës, një provincë në zonën e Ligurias, me datën 19 maj është rrahur barbarisht nga 5 shtetas, njëri shqiptar, algjerian edhe maroken, 24 vjeçari Paolo, i cili në fakt ka qëndruar fillimisht ka pasur një ndërhyrje kirurgjikale prej 8 orësh dhe më pas, mbas ndërhyrjes kirurgjikale, ka qëndruar 5 muaj në koma. Jemi pothuajse një vit pas ngjarjes, Paulo nuk flet ende, por shkon në palestër për të bërë një fizioterapi. Nëna duhet i qëndroj pranë dhe lidhemi me zonjën Miranda se po tregojmë edhe historinë e Paulos, një 24 vjeçar shqiptar. Zonja Miranda, më dëgjon? Po. Pra, Paolo djali juaj ka mbaruar vetëm 8 vjeçaren dhe është e rëndë që ai të lërë shkollën, të mos studioj, të qëndroj nënës pranë se rrihej barbarisht nga babai i tij italian.
Pastaj, kur ka filluar punë, Paulo? Në çfarë moshe? 16. 16 vjetë. Çfarë punë ka bërë fillimisht? Ka bë kamerier, ka bë gjithë punë që mundësi për t'i bajnë. Prej sa kohësh punonte pikërisht në lokalin ku ka dalë rreth orës 5:30 të mëngjesit të 19 majit? Sa kohë kishte që punonte? Një ka qenë 2 muaj po punonte. Kishte 2 muaj që punonte në këtë lokal, apo jo? Po. Ishte, punonte me rregulla, besoj? Po, 7 muaj, do të bërë për 7 muaj me rregull. Po. Edhe ka dokumentacionin e dur për sa i përket në lidhje me lokalin, pronarët e lokalit, kolegët e tij, çfarë kanë thënë në lidhje me rastin? Atëherë, Klaudia, mund të më thuash ti e dashur, se ka probleme Miranda? Atëherë, ata si janë shprehur në lidhje me ngjarjen? Po normal se nuk ka nollë në restorant, ka nollë në rrugë. Po, megjithatë, sensibilizimi, empatia midis kolegëve, pronarit, për të qëndruar pranë, unë e di që ata nuk mbajnë përgjegjësi se ka ndodhur ngjarja në rrugë. Po duhet kenë një lloj empatie për punonjësin e tyre. Thjesht kanë pyet si u bë, si ndodhi edhe kaq. Vetëm kaq, asgjë më shumë. Kaq. Po kolegu i tij, italiani, i cili nuk mundi ta bronte dot Paulon? Aja interesu, pa aja shumë fizik i dobët, e s'ka pas mundësi të përballoj 5 vetë. Ju i keni parë këto pamje, i keni, dispononi pamjet e rajës? Jo. Nuk i keni? Gjykata po. Gjykata po. I ka, edhe si ka në zemër të paktën të shojë një djalë 24 vjeçarat, e t'i liroje t'i laje të shkojnë shtëpit vetë, asgjë na. Rasti po gjykohet, pra kanë marrë dënim këta persona, apo është ende në gjykim? Është në gjykim. Është në gjykim. Nuk e di, përsa i përket, ne thamë që Paulo nënën e ka shqiptare, por babajnë e ka italian. Ai është në shtetas italian, besoj? Italian, po. Është në shtetas italian, po është me origjinë shqiptare. Po. Atëherë, përsa i përket kësaj që i ka ndodhur, dëmshpërblimi nga shteti italian për rastet të tilla? Mu fol ashtë fol në gjykat se 1,5 milion i takon djalit e 500 nanës, po ato s'kan as i gjanë. Ato janë pa as edhe 1 cent. Pra, dëmshpërblimi është dhënë nga gjykata italiane 1,5 milion? Për djalin, për Paulon. Po, dhe 500... E 500.000 për nanën. Po, duke qenë se ato janë të moshës 19 edhe 16 vjeç, ato nuk kanë asgjë në pronësi të tyre. Asë dhe një gjanë. Ligji në Itali nuk e përfshin që në qoftë se këta të rinj nuk kanë asgjë në emrin e tyre pasuri, mund t'i merret prindërve të tyre? Akoma do të kalojnë gjyqe tjera për me pasi sa do të veprohet, po për momentin është 0. E qartë. E kuptoj. To që kanë hecë tesh me spitale gjitha si janë dashtë për djalin, kanë hecë gjitha me forcat e veta. Pra, të gjitha shpenzimet për 1 viti në spital janë marrë përsipër nga zonja Miranda dhe bashkëtuesi. Po. Të shti kanë rënë gjunjë këto, se s'kanë mundësi ma. Nuk kanë mundësi, edhe kaq edhe kanë bërë shumë. Nuk kanë mundësi. I kanë gjitha djali deri para 3 javësh ka kenë edhe me tub për me hangër në hunë. Po. Pra ushqej nëpërmjet tubit. Pa. Ndërkohë që unë e di që ju keni hapur edhe një GoFundMe, apo jo? Pa. A janë grumbulluar aty pikërisht të ardhura në ndihmë të Paulos? Tash, s'ka shumë pak kohë se e kena hap, do zoti në lidhet dishka, të paktën t'i lejohet kësaj nane t'i rinë e fëmijës vetë afër. Në emër të kujt është hapur GoFundMe? Paulos e Mirandës. Po pra, po mund ta themi si mund të kontribuojnë shqiptarët që po na ndjekin? Po sikur edhe 500 lek për këto është shumë. Po pra, të lutem, zonja Klaudia, atëherë GoFundMe është hapur si, me çfarë emri, që ta dim edhe ne? Paulo dhe Miranda kush? Jo, vetëm Paulo e Miranda, nuk ka... Paulo Miranda. Pa. Okej, do të kemi mundësi që ne ta shfaqim edhe GoFundMe në qoftë se ju na i vini në dispozicion për gjithë ata. E kam dorëzuar te ke kryeredaktoria tek Anila. Okej, do kemi
Atere, do të kemi mundësi të flasë me kryeredaktoren pak më vonë, ju lutem, regjia në këto momente. Gjithsesi, ku keni kërkuar ndihmë deri tani, përveç hapjes së faqes GoFundMe? Kena kërku Golden Eagle na ka dërgu 5.000 euro. Po, pija energjike me pronar në Kosovë, në Mosgaboj, po? Pa, ato na kanë një mu me 5.000 euro, mi fjalë si Miranda deri tani ka pas mundësin me nejt me i shpimet qëra. Po, pra të gjitha ato 5.000 euro që janë vënë dispozicion nga kjo kompani të paktën, zonja Miranda ka mundur të marri shtëpinë me qëra. Një pyetje kisha unë. Zonja Miranda, ti shtëpi në Albenga me bashkëtuesin tënd të ri, italianin, ke shtëpinë tënde? Jo, me Jo, qëra. edhe ati je me qëra. Pra, qëran që do paguaje në Albenga, tani e paguan në La Spezia. Ti nuk punon, apo jo? Jo, I ke qëndruar prej një viti djalit? po. Qartë, po bashkëtuesi yt? Ka një lokal qoftë la ma punojnë pak në falë. Përke edhe aji rrinë mrapa mëllë. Po, Përke unë nuk jam smetë. lokalin ku e ka? E ka në Albenga? Cereale, Albenga. Në Cereale, është një zonë shumë pranë Albengës, po. 5 minuta me njëri tjetrin dhe e ka lokalin në Cereale. Zonja Miranda, ti i qëndron djalit, bashkëtuesi punon, por edhe ai me ai sa ka mundësi të qëndron pranë. Deri tani, sa të ka shkuar spitali? Psikolog, operacioni, fizioterapia, 2 avokat, sa të kanë shkuar? Mund të bëjmë një 250 përllogaritje? ka kalu, po, 250 ka kalu. 250.000 euro. Dhe ku i kanë marrë, ku i kanë gjetë, Klaudia, këto para? I kanë pas kursimet e tyre tjetës? Kursimet e tyne. Kanë marrë borgje? Më përshësni, po. Janë mytë me borgje, më përshësni si djali të avansoje me fizioterapitë, me gjitha këta. Për me mujtë me zeti spital, ta mamë se fëmijat ketë gjitha shërbimet. Klaudia, janë më shumë shqiptarët që kanë ndihmuar në lidhje me Paulon, apo edhe italian? Më shumë edhe italian, po më shumë shqiptar. Më shumë shqiptar, janë... Se shqiptari vërtet është i varfër, kuptimin e fjalës, po ka zemrën e madhe shumë. E qartë, e qartë. Situatë shumë e vështirë në cilën ju ndodheni, nuk e di autoriteteve shqiptare, por edhe atyre italiane në Shqipëri, a i keni kërkuar ndonjëherë ndihmë? Jo, pse se nuk hap kush telefon. Shiko, në fakt, unë jo më kote pyeta zonjën Miranda, kunatën tuaj, nga mosha 16 vjeç, deri në moshën 23 vjeç është kryer edhe raja e Paulos. Ka paguar siguracione shëndeti, Paulo? Që të merren përsi për këto? Jo. Jo, nuk ka paguar. Jo. Pra, nuk ka punuar gjithmonë me rregulla, dua të them. Po disa ba majorin nuk ka punu me rregulla. 16 deri 18 vjeç, po 18 edhe 23, ato 5 vite? Punë sezonale ka punu. Punë sezonale, asnjëherë një punë të rregullt. E qartë, e kuptoj situatën. Shumë e vështirë situata. Nuk e di... Është një situatë alarmante. Si do t'ja dilni mban? Ne po e bëjmë dhe po e publikojmë rastin sot dhe unë shpresoj që shqiptarët, ku do që të ndodhen, jo vetëm në Albenga dhe në Liguria, por gjithë shqiptarët në Itali të mundohen dhe të ndihmojnë Paulon, por çështja është që ne nuk e dim se sa të ardhura do grumbullohen. A ka ndonjë mënyrë tjetër sipas jush që të bëj thirrje edhe unë bashkë me ju për ta ndihmuar Paulon edhe sa para të tjera i duhen atij për t'ia dalë mban? E keni bërë një përllogaritje? Për momentin ai person si djali tash janë aty. Po. Për momentin do të paguje deri në 50.000 euro do të paguje një makinerit si ka për në stomak. Edhe fizioterapi shumë të shtrejta. Ka që durët kanë kriju një deformim e ka humbë masën muskulare. Qartë. Mirë, Klaudia, të lutem, një përllogaritje ju e keni bërë, paktën të dinë shqiptarët se sa të kontribojnë. Paka shumë, paka shumë. Paka shumë, i duen 50.000 euro. 50.000 euro. Ai gjithë jetën do të ketë nevojë. Pra, do ketë gjithë jetën, mjekët flasim që mund të mbetet invalid. Ashtë edhe shumë e lartë. Probabiliteti për të mbetur invalid është shumë i lartë.
Shumë. Pra, a i mund t'i kthehet një jetë normale, por mund t'i kthehet gjithmonë duke mbetur invalid. E qartë. Situata është më e rëndë. Po, Mirand. Ja kanë ba karëqinën shumë i duara. Unë jam pa mundësi të nuk hec me kam, nuk mundo, nuk pol fare. Po? Nuk mund të lëviz dur. E kuptoj. Është para në këto momente apo tetraplegjik? Para apo tetra? Për momentin asë 100%. Është 100%, tetraplegjik pra. Pa. Situatë shumë e vështirë, me gjitha të mjekët po tentojnë, do me thënë që a i të bëhet paraplegjik edhe pse jo të vijoj një jetë normale si gjithë të tjerët. E kuptoj? Nëse ekziston një mrekulli e madhe. Sa përqind kanë dhënë mjekët? Asnjë nuk prononcohen për momentin. Për momentin nuk prononcohen. Me gjitha të a i ka dalë nga zona e rrezikut për jetën të paktën? Për jetën po. Për jetën po. Por a do qëndroj gjithkohë si shtrirë, apo do mundet të ulet në një karrocë me rrota, këtë absolutisht nuk e di asnjë. Je kanë vunë karrocë me rrota, po nga se nuk ka përforcim se të rrije, do të vinje i lidhën si një bebë. Po, tetraplegjik deri në këto momente, unë shpresoj dhe uroj që a i t'ja dalin ban, Paolo, 24 vjeçar, i cili është rrahur nga 5 persona në Albenga, një provincë e Ligurias, në 19 maj, rreth orës 05:30 në centro storico, djali 23 vjeçar i përpara një viti, sepse aktualisht është 24 vjeçar, po kthehej nga puna, punonte si kamarier, një punë sezonale, sepse Albenga është një qytet bregdetar në Itali dhe mbahet si qytet që ka turizëm 12 muaj të vitit. Mirë, mund të qëndroni në këtë lidhje të drejt për drejt, unë do ta mbyll me thirrjen e zonjës Miranda, por e të zonjës Klaudia, dua të ndaloj pak tek avokatja jon, tek zonja Eralda Ndoj. Eralda, është nga historitë që ti e prekur jashtëzakonisht shumë, shikoja që reagoje gjatë gjithë emisionit, nuk e di do me thënë çfarë mund të bëhet në Shqipëri në mbrojtje të këtij bashkombasit ton, edhe pse është 24 vjeç, ai është nën shtetas italian, por gjithë shqiptarët mund të bëhen bashkë. Tek e fundit nëna shqiptare dhe zonja Miranda po kërkon ndihmë në një studio televizive në Shqipëri. Më fali, është kërkimi ndihmës i parit që po bëjmë. Dhe unë ju falenderoj, sepse kemi këtë rast ekskluziv, por shpresoj që t'ja dalim ban dhe të bëjmë thirrje her pas here. Klaudia, Shumë falenderit. Që shqiptarët të kontribojnë në GoFundMe në emër të Mirandës edhe të Paulos. Ndërkohë, shumë falenderit. Ja, ta dëgjojmë avokaten. Në gjithë situatën sa dëgjua me vis, në gjitha pyetjet që drejtove dhe bëre shumë specifike dhe shumë specifike, prisja gjatë gjithë kohës se mos më dilte diçka, do me thënë që unë të flisja dhe të kisha një shpresë për mirë që t'ja u thoja familjarëve të Paulës. Pash që është rast shumë i rëndë në të gjitha llojet e kuptimeve Evis, sepse shikojmë që Paulo si fillim ndodhet në gjendje shumë të rëndë dhe gjendja e Paulos nuk kam nevojë ta them unë, por nisur dhe nga shpërblimi, siç e thon zonjat, pra që i ka dhënë gjykata në Itali, një shpërblim shumë i lartë do thotë që gjendja e tij, domethënë ka dalë në një paaftësia e tij ka dalë e përhershme dhe në një masë një përqindje shumë të lartë, zonja Evis, 70-80% besoj zonja, pa dashur që sepse unë vendimin nuk e di, përderisa thatë ju që shpërblimi pas ka dalë kaq i lartë, do të thotë sepse mjek e kanë staf mjekoligjor e ka vlerësuar dhe kanë nxjerr paaftësinë e Paulos dhe pastaj ka dalë edhe sasia e lekëve që duhet marri Paulo, po në fakt do t'i marri ato lek Paulo, kjo është shumë e vështirë Evis, sepse kemi të bëjmë me individ dhe jo me shtet. Kemi të bëjmë me individ pra dhe këto individ sot çfarë të presim ne nga këto të mitur, ku dy kanë qenë dhe të mitur, personat të tjerë individ që janë të papunë dhe mundësia për t'i marrë këto lek, këto shpërblim është shumë e vogël, pa dashur unë t'ja prish atë çfarë jam në pritje këtë që të them. E dyta, Paulo ka qenë dhe pasigur përsëri një gjë shumë që më jep energji jo të mira, Paulo ka qenë dhe edhe i pasiguruar vazhdimisht. Çfarë do thotë që edhe nga shteti italian, nga ligji për sigurimet shoqërore nuk përfiton dot. Më bën habi shumë përveç se shëndetit se e diskutuat ju të Paulos që jashtëzakonisht shumë na ndikoi, e do ju ndikoj gjithë shqiptarëve e kam të sigurt.
Nuk e di se sa ka qenë, këto po e bëjnë për herë të parë televizive rastin, po me shtetin tonë sa marrëdhënie keni pas, sa ka ndikuar shteti jonë në marrëdhënie juridiksionale, sa ka hyrë dhe ke hetimet shteti jonë, sepse ju thoni që ato janë të lirë, pse janë të lirë ato personat? Më falni. Po, që ta sqarojmë këtë. Dhe a keni kërkuar ndihmë nga shteti jonë që të kishit dhe ju atje domethënë një ndihmë dhe nga shteti? Se sa me prokurorin, me gjykatën, po? Më falni, unë kam thirrë personalisht konsolatën dhe kam nejt me ka 30 minuta pritzojnë telefon edhe sa ma përgjith njëri. Ambasadën shqiptare në Itali. Po, së është përgjith njëri. Do me thënë ju s'keni marrë asë edhe një lloj ndihme, qoftë dhe juridike nga shteti jonë? Zero. Çfarë të themi e viz? Do me thënë jemi në kushte shumë... Për këtë po thëmë se tashti janë në gjujnë familja. Po patjetër që po, mbas gjithë këtyre sfidave, sfilitjeve, çfarë mund presësh tjetër? E me gjitha se është fëmijë vetëm. Sido që t'ishte fakti që është në atë gjendje, sido që t'ishte, dhe më thënë, e qartë. E bën jashtëzakonisht shumë të rëndë Evis, dhe nuk kam një dritë jeshile që unë t'ju them sa i përket juridikisht, zonja Evis. Dhe më thënë që unë të them diçka të mirë juridikisht. Sa i përket pastaj shqiptarve, që inshallah Zoti do të mblidhen e ta ndihmojnë këtë nën, e cila ndodhet në gjendje jashtëzakonisht shumë të rëndë. E qartë. Psikologjike. Megjithatë, përsa i përket edhe masave që janë marrë për 5 shtetasin të cilët e dënuan. Pikërisht, pra ato ndodhen të lirë. Masa e sigurisë të tyre është arrest shtëpie. Pikërisht, arrest shtëpie. Pse arrest shtëpie? Çfarë kanë thënë avokatët? Dhe shteti italian merr një vendim për të vënë një dëm shpërblim, i cili më pas nuk ka se si implementohet dhe t'i shkoj familjes. Tani edhe kjo është e pa qartë. Kur gjykata e shpall pra 1,5 milion për Paulon dhe 500.000 për nënën, do thotë që gjykata duhet kishte marrë parasysh se si do t'i merrte këto para familja. Besoj. Po e vis, po ligji nuk është shumë favor, sepse unë e di që, domethënë, kam parë dhe ligjin itali për sa i përket dëmshpërblimeve, ku përgjegjësia, duke qenë se këto janë dënuar, e kanë marrë një dënim penalisht, mendoj përderisa ka dalë dhe dëmshpërblimi, përgjegjësia është personale, atëherë edhe këto është përgjegjësi personale vetëm me individin. Çfarë mendon se gjykata do vendosi me këta 5 persona në qoftë se sepse deri në këto momente Paulon 24 vjeçar e kemi tetraplegjik. Po. Pra, do me thëmë, pa mas muskulare, nuk mund të ushjet, nuk mund të artikuloj, pra... Në një përqindje shumë të lartë dëmtimi, shumë të lartë dëmtimi. Atëherë, në shoh shpërblimin që i ka dhënë gjykata, është jashtëzakonisht i lartë, për një ngjarje të tillë. Por çfarë do vendoset për këta 5 persona? Se tani nisemi që nga masa e sigurisë. Ndoshta masat e sigurisë janë pak më të ashpra në Shqipëri. Dhe para burgimi në fakt është duke qenë se kanë qenë dhe të mitur dy bipopulluar në Shqipëri. Dakor që ato para burgimin edhe për shkak të moshës ose nuk kanë dashur ta dëmtojnë deri në këtë mënyrë Paulon tjerë, nuk e di, për të hyrë pra situatës së procesit. Pse këto masa për ta? Çfarë mund vendosi në fund gjykata? Që do t'i shpalli fajtor, kjo nuk diskutohet. Por si do t'i shpalli fajtor? Duke i rikthyer në burg për të bërë një burg, sepse këta 5 persona po shpëtuan kësaj radhe, mund të kemi precedent të mëvonshëm për të kryer ngjarje të tjera përsëritse. Por kur unë ndoqa fillimin e gjithë historisë, kuptova dhe kjo do të thënë bëri të kuptoj pse janë dhe arrest shtëpie një ndër arsyet, kur personat do me thënë e kanë goditur Paulon, ato e kanë shtyr Paulon dhe Paulo ka qenë dhe fatkeqësia e Paulos që ka rënë me kokë. Dhe, çfarë mendoj unë, sipas gjykatës, këto nuk kanë pas qëllim. Qëllimi këtyre nuk ka qenë që ta dëmtonte ato edhe kanë goditur, unë prandaj pyeta, në pamje thotë Tani nuk e di nëse kanë goditur, apo vetëm e kanë shtyr dhe Paulo ka rënë, sepse këto element i shef gjykata. Qartë pra, po nga dëmshpërblimi do thotë që i kanë rrahur, se të mbash personin tjetër, po personin tjetër pse kanë mbajtur? Që mos tragonte. Personin tjetër po, dhe unë them tani personi tjetër pse nuk bëhet pak më shumë aktiv? Klaudia, të lutem, e kanë rrahur pasi e kanë shtyr për t'i marrë monopatin? I kanë rrahur vetëm 2-3 shkelma, si gjatë tjetër. Prandaj e viz, do me thënë, qëllimi atyre nuk ka qenë që ta dërgonin në këtë gjendje, ka qenë vetëm ta shtynin dhe t'i merrin monopatin. Ne kemi vjedhje me dhunë këtu, tani në falë, është vjedhje me dhunë. Patjetër e pa diskutueshme vjedhje me dhunë,
plagosje biles, plagosje shumë e rëndë. Në bashkëpunim, pra ka disa vepra penale. Shumë vepra penale, vjedhje me dhunë, plagosje në bashkëpunim. Të gjitha këto, e pa diskutueshme se ato do dënohen e visë, përveç se 2 mituri që kanë qenë 2 mitur, që ato kanë gjysmën e dënimit të një të rrituri, përsa i përket veprave penale, ato do e marrin dënimin, por fakti se do marrin dënimin ato është gjendja e Paulos si do bëhet më mirë. Kjo është çfarë ne duhet diskutojmë se Klaudio, po. Pra çfarë do lloj dënimi thua ti që mund të marrin? Mund të marrin, Klaudia, Paulo nuk do vi më, siç ka qenë. E vërtet. Kjo është problemi. Pra, mjekët në Itali, në spitalin, në La Spezia, thonë që nuk prononcohen për asnjë gjë. E visi gjendja është kaq e rëndë se unë ta thash edhe një herë, domethënë ta bëjmë të ditur këtë, nisur nga dëmshërblimi që ka marr Paulo, gjendja është shumë e rëndë. Pra, do mbetet një invalid, po pra, se po na dëgjon dhe nëna në këto momente. Sinqerisht, po unë du ta bëj të ditur për publikun që inshallah të mblidhen gjithë dhe të kontribojnë sa të pak për Paulën, gjendja është shumë e rëndë. Gjendja është shumë e rëndë. Gjithsesi ka shpëtuar nga rreziku për jetën, por ta rimëkëmbim sa të kemi mundësi. Pastaj është sa të kemi mundësi të rimëkëmbet, sepse është jeta një 24 vjeçari, një fëmijë të vetme i zonjës Miranda. Ndjekim publicitetin e dytë dhe rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit të këtij emisioni. Shumë faleminderit. Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi drejt për së drejti në pjesën e tretë dhe të fundit, ndërkohë që në wallin qendror regjia ka shfaqur GoFundMe ku të gjithë shqiptarët si në Itali ashtu edhe në Shqipëri mund të kontribojnë për 24 vjeçarin shqiptar Paolo Sarulo, i cili është rrahur dhe i është vjedhur monopati me 19 maj në Albenga të Italisë rreth orës 5:30 duke u kthyer nga puna e tij si kamarier. Mund të ndihmojmë Paulon, ashtu si që flitet edhe në GoFundMe, Paolo e Miranda në La Loro Novo Vita Insieme. Paolo dhe Miranda në jetën e tyre së bashku dhe quhet Miranda Selmani nëna mund të kontriboni në këtë GoFundMe, i cili është hapur dhe shpresoj për të gjithë shqiptarët që ndodhe në Itali dhe jo vetëm, në gjithë botën, për gjithë teleshikuesit e rregull të emisionit të kontribojmë sa do pak, shuma është rreth 50.000 euro që do t'i duhen tashmë këtij 24 vjeçari për gjithë rehabilitimin që i duhet, por që mjekët në spitalin e La Spezia si japin shumë pak shpresa për një rimëkëmbje. Në këto momente është tetraplegjik, dhe është e vështirë për të rimëkëmbur dhe për të filluar një jetë të re. Me sa duket do mbetet gjatë gjithë kohës i paralizuar për një kohë të gjatë, kështu që i duhen ndihma nga gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, por edhe nga vetë italianët. Atëherë, në fakt Paolo po na sheh, ju lutem regjia mund të ma largoni pak Paulon, të mos e shfaqim. Zonja Miranda ja u thash edhe në fillim, nuk kemi se si ta shfaqim Paulon në këto momente, të kërkoj ndjes. E largojmë Paulon, ju lutem, Eksena, derisa regjia të më largoj Paulon dhe të më lë vetëm Klaudion, nusen e dajës, duam të flasim pak bashkë, në lidhje me gjithë këtë situatë, analizën tënde. Është vërtet e vizë, sepse kuptojmë nga gjithë detajet e ngjarjes që si jashtë dhe brenda ka një ngarkesë emocionale që të vë përpara një pikpyetje të madhe. Gjithmonë gjendjet shëndetësore të cilat vënë në pikpyetje jetën dhe vazhdimsinë e jetës dhe mënyrën se si do vazhdosh jetën, krijojnë ngarkesa psikologjike dhe emocionale për të cilat bën një përpjekje shumë të madhe për të shpresuar. Dhe vërtet kultura e vendit ku zonja është sigurisht nuk dëshiron ta thotë fjalën në fundit, pikërisht për të mbajtur në mënyrë deri diku pozitive shpresën për vazhdimin e jetës, që sido që të vazhdoj jeta të ketë një përpjekje pozitive. Edhe veprimi dhe qëllimi i këtij emisioni pikërisht është për të vazhduar pozitivisht, pra ndërmjet gjithë këtyre ngarkesave të mëdha emocionale negative, për të vazhduar që të shpresojmë që sado një gjë e vogël e bën ndryshimin e madh dhe jep mundësi nënës që në 1000 vështirësi të jetës së saj të vazhdojë të shpresojë që fëmia e saj sido që të jetë në këtë jetë e rëndësishme është të vazhdojë. Dhe
të gjitha fjalët ndoshta që ne mund të përzgjedhim sot, qëllimin kryesor është që të rrisim këtë dozën e shpresës pozitive edhe pse situata duket tepër. Nga aq pak sa u fokusua në kamera, vetë zonja Miranda, nëna e këtij 24 vjeçare, zgjodhi për ta nxjerrë shumë pak Paulo në kamera. Ne jemi munduar që kur kemi një foto të Paulos nga koma, ta nxjerrim të mbuluar, por që pam një djalë 24 vjeçar shumë djalë paqësor të paktën, që ka lënë shkollën e tij, ka sakrifikuar veten e tij për t'i qëndruar nënës së dhunuar nga babai i tij italian pranë. Është vërtet është një nga ato raste vis që ne themi, por edhe kultura italiane tashmë po e thotë që sa herë që ti e viziton Italinë, të rekomandojnë të kesh shumë kujdes për shkak të këtyre. Romën kryesisht, qytetet e mëdha, Milano. Në pjesë të ndryshme të Italisë, sa herë që shkon të rekomandojnë të kesh shumë kujdes me mjetet tua personale, sepse sulmi dhe agresiviteti është i madh dhe çdo kush pra që shkon e merr përsipër si rrezik dhe prandaj trishtohesh sepse kur ti mendon që je në një vend të kësaj natyre dhe rreziku është pa bërë asgjë, është kaq i madh, sigurisht që edhe të vë në kushte të tilla shëndetësore është i vështirë. Sigurisht edhe nga reagimi nënës pa kuptohet që ka një ngërç shumë të madh emocional në raport me këtë gjendje të vështirë djalit. Megjithatë janë zona të caktuara në Itali dhe duhet ta theksojmë këtë, sepse shtetasit shqiptar të cilët duhet të udhtojnë në Itali të mos trëmben nga kjo deklarata, pavarësisht se thuhet që në qytete të mëdha si Roma, Milano apo qytete të tjera, por vetëm në vendet turistike të këtyre qyteteve të mëdha, sepse un kam mbi 16 vite që e frekuentoj çdo muaj Italinë dhe nuk më ka ndodhur incidenti më i vogël dhe aq më tepër një qytet i qetë dhe i vogël ku njerëzit njihen me njëri tjetrin si Albenga. Duke njohur Albengën kaq mirë, më duket e çuditshme një ngjarje që ka ndodhur, por në atë kohë flitej shumë në Albenga. Un kam qenë ato ditë në Albenga dhe është folur pikërisht për këtë ngjarje. Gjithsesi, ndryshe është folur për këtë ngjarje dhe ndryshe e tregojnë pak familjarët. Sulmi ka qenë pikërisht nga këta 5 të rinj torinezë, shtetas algjerian, maroken, por edhe një shqiptar midis tyre, është shumë e dhimbshme. Kjo është çështja. Do të thoya këtë vis sepse së fundmi për një arsye profesionale që ishte në Itali, ata kishin nisur një fushat ndërgjegjësimi, sepse të gjithë fatorinot e trenave po dhunoheshin në mënyrë të vazhdueshme dhe kishin nisur një fushat të kësaj natyre për të kuptuar se çfarë është duke ndodhur me Italinë për shkak të emigracionit. Pikërisht dhe vendet turistike, vendet që kanë shumë intensitet njerëzve në metro, pra janë vende ku njerëzit sulmohen, sepse aty është intensiteti më i madh, mundësitë janë më të mëdha për të marrë diçka, sepse flasim për arsye mbijetese, pra gjithkush që vjedh në këto kushte, sigurisht ndodh për arsye mbijetese dhe jo vetëm nga kultura italiane. Dalim tek shërbimet që i duhen Paulos, këtij 24 vjeçarit, u tha nga nëna, por edhe nga nusja e dajës së tij, që i duhet shërbim psikologjik, fizioterapie, mjekët ende e mbajnë nën kontroll dhe nëna i duhet aty, nuk gëlltitet dot, domethënë nuk ushqehet normalisht, nuk qëndron pothuajse i shtrirë, po edhe kur është i ulur është pothuajse i përkulur, prandaj duhet çfarë ndodh me njeriu? Vetë Paulo thotë, gjithë jetën time ja dedikova nënës sepse babai ma dhunonte. Tashmë që unë do t'i bëj shakra nënës, dal me një mëngjes 5:30 në Albenga dhe dhunohem nga 5 njerëz të cilët nuk i njoh për një monopat. Ai më mirë ta kishte dorëzuar atë monopat se nuk e ka mbrojtur dot as monopatin e tij. Imagjino domethënë çfarë ndodh në psikologjinë e këtij triu. E vërtet e viz, pra duke marrë në konsiderat historinë paraprakisht se sa e vështirë ka qenë jeta për ta, dhe më pas kur një gjendje shëndetësore kthehet një sëmundje apo një gjendje kronike, sigurisht të para që lodhen janë aspektet emocionale, sepse sfilitja
vazhdon dhe është e përditshme dhe për më tepër që ty të duhen shërbime të cilat është shumë e vështirë ti marrësh. Dhe këto janë shërbime ekstra, po, pra mjekët e nxorën e operuan, e nxorën nga koma, por që koma... Dhe janë shërbime të vazhdueshme, pra që muskujt e tij të qëndrojnë aktiv, pra ai sa ka mbetur në funksion, i duhet një fizioterapi e përhershme. Për më tepër duhet ndalojnë në emocionin e tij, çfarë ndodh brenda vetes, sepse ai edhe nuk e shpreh dot. E vërtet. Dhe kjo vështirësia për të mos i shprehur, sigurisht e shumë fishon vështirësinë. Pra çdo vështirësi që mbi vendoset mbi një vështirësi tjetër, si të thuash, bëhet eksploziv emocional, të cilën ke nevojë edhe për mbështetje psikologjike të vazhdueshme, pra të cilat janë shërbime që janë ekstra dhe kanë një kosto të caktuar, sidomos pa në vende të kësaj natyre që ja njohin vlerën këtyre shërbimeve dhe e dinë që edhe një përpjekje e vogël e vazhdueshme ka rëndësi për mirëqenien e tij edhe pse në ato kushte. E ka kuptuar që do mbetet invalid për një kohë të gjatë, të pacaktuar, sepse mjekët nuk e japin dot, aktualisht është tetraplegjik, janë gjithë gjymtyrët. E viste shpresa që i kanë dhënë mjekët dhe kjo është e mira e kulturës italiane që në mes gjithë kësaj vorbulle të vështirë emocionale, ata i kanë kërkuar që nëna të vazhdojë që qëndrojë për djalit, sepse motivimi që i jep prezenca e saj e bën që ai të mos dorëzohet, pra edhe në atë gjë që mund të ketë kuptuar në këtë situatë. Tani, pse janë kaq të rezervuar mjekët italiana? Mund ta flasim pak duke qenë se ti shkon për specializimet e tua her pas here dhe e njeh shumë mirë kulturën italiane, pra nuk e japin sepse këto shërbime janë të domosdoshme që ai t'i kthehet një jetë normale dhe ndërprerja e këtyre shërbimeve ekstra do ta bëjë atë tetraplegjik të përhershëm, pra varet nga kontributi i familjes tek Paolo? Ata besojnë në dy elemente kryesorë, që çdo veprim i vogël sjell përmirësim, pra ato besojnë te gjërat e vogla. Dhe ata mendojnë që edhe pse fizioterapia duhet gjatë dhe shumë, besojnë që ajo jep përmirësim, pavarësisht se si jashtëmi nuk shihet. Dhe një gjë është shumë e rëndësishme për ta, është që asnjëherë nuk e thon të parën fjalën e fundit. Po. Pra marrin shumë kohë që në gjithë procesin, pra aty ku duket që situata është tepër negative, mundohen që fjalët negative të mos... A luan rol edhe këto shërbime që duhet të marri Paolo dhe që prindrit nuk e kanë mundësinë dhe që mjekët e dinë këtë gjë, se ndërprerja e këtyre ekstrave që i duhet tashmë Paolos, dihet domethënë që nuk e përparon Paolon. Ata mendojnë që çdo lloj përparimi, pra nëse kanë shpresuar që mbas 5-6 muaj kome, tashmë ai nuk është në gjendje të kësaj natyre dhe vazhdojnë me fizioterapinë, do të thotë që ata nuk ngecen tek e shkuar apo tek vështirësia, po përpiqen në mes të gjithë vështirësisë të gjejnë një aspekt pozitiv. Shiko, të ndalojmë pak që incidenti me Paolon ka qenë shumë i vështirë sepse ka hyrë në një operacion prej 7 tetorësh. Goditja ka qenë fatale. Operacioni ka efektet e veta anësore, rikuperon diçka, por mbas operacionit të gjithë e dim që mbetet diçka për të rikuperuar, edhe koma në vetë, mbasi zgjohesh, lë diçka për cilën duhet kohë për të rikuperuar. Tashmë, janë bërë një kompleksitet gjërash, apo jo? Çfarë po ndodh me Paolon që ka mbetur tetraplegjik, se dua të di edhe procesin e tij konjektiv pak? Është e vërtetë e vizë, duhet të ditur edhe sa e ka dëmtuar pra funksionimin e trurit dhe të menduarit. Ose kush e ka dëmtuar më shumë? Goditja, operacioni, koma, apo të gjitha bashkë? Sigurisht që goditja është përcaktuese, sepse nuk dihet ende, pra çfarë ka dëmtuar në mënyrën e të menduarit dhe të funksionuarit. Sepse pra gjersa i ka dhënë këtë lloj dëmtimi kaq ekstrem të muskujve dhe të mos folur, do të thotë që goditja ka qenë tepër fatale. Dhe bashkë me këtë goditje sigurisht preken dhe procese të tjera të menduarit. Dhe ajo çfarë mendohet në sistemet e emergjencës është që ai mbasi del nga gjithë ky lloj procesi, pastaj fillon dhe vetë disohet dhe kupton me aq sa mund të mbetur nga funksionet kognitive për të përshtatur me gjithë të tronditje dhe proces kaq të vështirë. Por duhet parë dhe në këtë moment është pak e vështirë për ta vlerësuar se cili është dëmtimi kognitiv dhe i proceseve të menduar që sigurisht ndikojnë në aspektin emocional. Dëmtimi kognitiv duhet ndaloj. A kupton Paolo situatën rreth rrotull ti? Ka mundësi ta perceptojë çfarë po ndodh? Besoj gjersa mjekët kanë shprehur këtë lloj fjalie, do të thotë që ata besojnë dhe kanë të vërtetuar
që reagimi emocional, prezenca e nënës jep motivim, dhe fakti që jep motivim dhe jep shpresë, do të thotë që disa nga proceset brenda njeriut janë dhe të cilat njeriu i merr si pozitive dhe shpresëdhënëse. Nuk ka një fizioterapi paralelisht pa pasur edhe procese emocionale dhe seanca terapie me psikologun, apo jo? Të dyja këto shkojnë bashkë, fizioterapia dhe psikologu. Pse? Për gjithë ata që po na ndjekin. Sepse është një nevojë pra që si rezultat i njërës vjen tjetra dhe si rezultat i aspektit psikologjik sigurisht ndikon të sëmundja. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme që të gjitha proceset që kanë të bëjnë me shëndetin, që janë kronike, të janë të vazhdueshme dhe në disa momente janë të pa rikuperueshme, shërbimi psikologjik e kanë plotësues që të lehtësojnë të gjithë ngarkesën emocionale dhe kognitive që krijon kjo gjendje, të cilën njeriu mendon që është e pamundur ta kthejë në gjendjen e mëparshme. Dhe pikërisht kjo lodhje psikologjike dhe emocionale plotësohet me sëmundjen dhe her pas here, po themi, ndihmojnë apo vështirësojnë njëra tjetrën. Prandaj janë plotësuese, sepse njeriu nuk është një qenie vetëm fizike, është një qenie psikologjike që gjithçka që i ndodh në trup e interpreton në mendjen dhe në emocionet e tij dhe sigurisht nuk mund ta ndash dot njeriu në këtë mënyrë. Paolo Sarulo, 24 vjeçari, nuk ka pasur një jetë të lehtë si të gjithë bashkëmoshatarët e tij, se të ndërpresë shkollën për të qëndruar nënës pranë se babai ta dhunonte, dhe kjo është shumë e vështirë. Është vlerë e lartë për një fëmijë. Jo, është vlerë e lartë, por sot në kushtet që ai ndodhet, çfarë ndodh me emocionet e këtij 24 vjeçari? Do donim të sa i trazuar është ai brenda vetes për jetën që ka pasur, për jetën që ka dhe për jetën që e pret. Është e vërtetë e vizë sepse njeriu në bazë të cilësisë së jetës ndihmon dhe ndërton shpresën për atë çfarë e pret. Dhe sigurisht kur ke patur një jetë të mëparshme të mundimshme që ke menduar që nuk të krijon asgjë, asnjë lloj lehtësie, asnjë lloj favori, në këto lloj kushte, pra kjo shpresë, si do thuash, pra për vazhdimsin fillon dhe është më e dobët, pra ndikohet edhe më lehtë nga këto faktorë. Dhe pikërisht pra ky element i shpresë që njeriu e mban në kuptimin e jetës, dëmtohet apo është më i lehtë për të prekur nga këto situata. Eksena, dua të ndaloj pak tek Paolo mos prezenca e babait të tij biologjik, por njëkohësisht që është edhe xhelati i nënës së tij. Çfarë ndodh me Paolo? Sigurisht ai si fëmijë e ka kaluar dhe ka marrë përsipër që të bëjë një veprim, pra edhe pse i vogël ka marrë përsipër ta kaloj këtë lloj vështirësie dhe ta vazhdoj jetën. Pra edhe të kesh njërë ku më pranë dhe mos kesh babain është e dhimbshme. është vërtet e dhimbshme e vis, por nga veprimet e tij kuptohet që ka dashur ta kalojë dhe të mos mbetet në këtë lloj vështirësie. Pra fakti që ka lënë shkollën për të qëndruar nënës në siguri, do të thotë që ka qenë një fëmijë që është përpjekur që në mes të gjithë kësaj vështirësisë të vazhdojë me aq sa mundet. Paolo ka marrë iniciativën për ta lënë shkollën, por mos harrojmë edhe zonjën Miranda për ta pasur domosdoshmëri Paolën pranë. Në të tilla situatat, pra i është trembur një dhunë barbare dhe duke pasur fëmijën, besoj se kishte edhe mbrojtjen e këtij fëmijë. Kjo e bën më të vështirë nënën, sepse duke patur fëmijën si burim frymëzimi dhe shpresë. Po ta shikojë Miranda nuk ishte e mirë artikuluar për shkak të emocioneve dhe ajo po kalon një periudhë super të vështirë. Është e vërtetë dhe në përgjithësi, pra mbështetja familjare në këto kushte shëndetësore është, pra edhe pse nëna nuk është personi drejt për drejt, por si përjetues, po themi pasiv i këtyre emocionit të fëmijës së tij, sigurisht ajo e ka shumë të vështirë sepse ka shumë nevojë për aspektin ekonomik, pra ka një vështirësi më të madhe edhe pse nuk është në ato kushte shëndetësore. Po, dua të lidhem me Klaudio në këto momente. Klaudia, më dëgjon? Po. E dashur, do doja të dija, kush e ka qëndruar për gjatë këtij viti pranë Paulos? Nëna, njerëku tjetër? Familjarët, dajat i kanë taku, kurse... Motra nga martesa e parë e babait, Motra? A ka pasur marrëdhënie Paolo me Motron? Jo. Kur? Nuk e ka njohur? Kur? Ata jetojnë në Albenga? E di se, po, mos gabofsha po. Dhe në një vend të vogël sa është bashkë me rrethinat, Albenga besoj se Motron e ka parë, por që ajo nuk mban asnjë marrëdhënie me Paolon. E ka kërkuar ndonjëherë Motron? Jo. Nuk e ka kërkuar, nuk e ka dashur, apo nuk e do Motra Paolon?
Nuk e di nga që është vetëm këtë konceptin familje, nan, fmi, nan. Do me thënë në jetën po. Në jetën e Paulës është vetëm Miranda dhe askush tjetër. Miranda Paulën dhe Paula Mirandën. Ashtu si që thuaj edhe në GoFundMe. Pa. E qartë. Për të filluar një jetë të re së bashku, Miranda edhe Paulo, duhet të kontribojnë të gjithë shqiptarët që po na ndjekin, por pse jo edhe shtetasit italianë, ndoshta do të mundohemi që me lidhjet tona në Itali, si edhe rastet të tjera, të paktën të pasqyrohet në mediat italiane historia e Paolo Sarulos, 24 vjeçarit i cili u dhunua rreth orës 5:30 të mëngjesit në centro storico në qendër të një qyteti të vogël siç është Albenga, një qytet turistik që ka turizëm për gjatë gjithë vitit. Në fakt mes 5 personave janë shtetas maroken, algjeran dhe një shtetas shqiptar. Keni mundur të lidheni dot me familjen e këtij shqiptari? Jo, kena fol vetëm me një algjerian. Po, shtetasi shqiptar si quhet, në qoftë se mund ta themi? Se dim, nuk e dim. Nuk e dini. Nuk ka prononcu avokati nga që kanë frikë se po reagojmë në nësha, nuk e di. Qartë, e kuptova. Mirë, Klaudia, kush është mesazhi i fundit për ta mbyllur bashkë këtë emision? Duke qenë se Mirandën nuk e kemi se është me Paulon. Po, mesazhi im është ky. Ta vënë dorën në zemër gjithë prind se e din çfarë çdo të thotë të kesh Vladin në kravat. Të vënë dorën në zemër gjithë ato se kanë mundësinë 1.000 lek për kunatën të më është 10.000 lek. E kuptoj. Sikur të gjithë të heqim vetëm një kafe të mëngjesit, të mos e pina të ditë, por ta kontribojnë tek faqja e GoFundMe në emër të Mirandës edhe të Paulos, besoj se është shumë e domosdoshme për jetën e këtij të riu. Klaudia, faleminderit që e ke denoncuar, faleminderit që nuk e le vetëm pikërisht Mirandën dhe Paulën edhe sot, që ishe në këtë lidhje të drejtë për drejtë, të përqafoj, do mbetemi në kontakt së bashku, do të rikthejmë her pas here faqen e GoFundMe të Paolo Sarulos, i cili mbeti i plagosur nga një vjedhje me dhunë i një monopati, me datën 19 maj në Albenga, në Liguria të Italis, 05:30 të mëngjesit. Unë shpresoj që të bëhet më e mira për nipin e bashortit, por që ti e quan si nipin tënë. Falenderit për qafime e dashur. Falenderoj psikologen, falenderoj avokatin, falenderoj dhe gjithë ju që na keni ndjekur drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24, njëkohësisht kemi qenë live edhe në radio News 24. Mos harroni të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe në Instagram. Na gjeni emisionin Me Zemër të Hapur, aty jepni mendimet, por dhe ndihmën tuaj në lidhje me temën e ditës. Njëkohësisht, kjo është faqja jonë e Facebookut, automatikisht kalohet edhe në Instagram. Përveç ndihmës për Paolo Sarulon, këtë 24 vjeçar, mund të denonconi edhe rastet tuaja për të bërë pjesë e kësaj studioje. Keni në dispozicionin tuaj numrin e telefonit fiks dhe atë celular, mund të na shkruani në gjithat platformat, WhatsApp, Viber, Messenger. Menjëherë redaksia e emisionit Me Zemër të Hapur do t'ju përgjigjet në kohë rekord. Të gjithë ju që nuk jeni përdorrues i rrjeteve sociale apo dërgoni letrat tuaja, ne ndodhemi në adresën Lagja Alidemi, ish uzina autotraktorëve në zonën e Shkozës, pranë banesave sociale. Ndërkohë emisionin e plot do ta gjeni pas pak të hedhur në kanalin tonë zyrtar në YouTube. Kjo është faqja jonë zyrtare e YouTube-it, klikonin tek emisioni ditës, por dhe tek emisionet tona ndër vite. Bashkëndajemi këtu të nderuar miq për të ritakuar në ditën e vim. Deri atëherë, mirë u takofshim.